Nëna ime ka MS dhe ne mundemi gjithçka. Unë jam Marko. Unë jam 10 vjeç dhe shkoj në shkollën fillore. Jetoj me mamanë, babanë dhe motrën në një apartament në katin e 3. Baba im, Igor, është 36 vjeç dhe është inxhinier mekanik. Ai punon në një zyrë projekti dhe shpesh mungon për shkak të punës në zyrë dhe në terren. Sara është motra ime e vogël. Është 6 vjeç dhe shkon në klasën e parë. Nëna ime, Ana, është 33 vjeç. Ajo vua nga skleroza e shumfishtë. MS dhe shpesh herë I mungon forca për të kryer aktivitetet e përditshme. Fëmijërinë e shkujdesur e ndërpreu sëmundja e mamit. Isha vetëm 6 vjeç dhe nuk e dija se çfarë po ndodhte. Babai më shpjegoi se mami ishte në spital dhe se gjyshja ime do të më çonte në shkollë. Por unë duhet të shkoja vetëm në shtëpi, sepse gjyshja ime duhet të kujdesej për Sarën, e cila ishte në atë kohë vetëm 2 vjeç. Shpejt e kuptova se duhet të bëja shumë gjëra vetë. Mësova të bëja një sanduiç para se të nisesha në shkollë, të shkuqja vesh kur të kthehesha në shtëpi. Mësova të kushtoj vëmendje makinave, të ecin në trotuar ose në anët të rrugës, të kaloja vetëm në vendkalimet e këmbërsorëve, të respektoj semaforët. Mësova gjithashtu të më shoqëronte nga shkolla në shtëpi një qen I humbur. Të gjitha këto I mësova shpejt, por nuk mund të mësohesha me zbraztina e banesës, e cila më shtrëngonte në fyt deri në lot. Më mirë të malli për nënën time, nëna ime. Një të shtunë, baba im më mori Sarën edhe mua për të vizituar nënën time. Nëna ime ishte e shtyrë në krevet, e zbehta, me tuba që I dinin nga njëri krah përmes të cilit rrithe lëngu I pastër I infuzionit. E përqafova dhe përveç gjitha aromave të spitalit ndjeva erën e mami që më kishte marrë malli shumë. Sara filloi të çante dhe pastaj fillova të çaja edhe unë. Për pak momente po çanim të gjithë së bashku. Pa pritur doktori hyri në dhomë dhe na kërkoi të tregoheshim të guximshëm, që ta ndihmonin nënën time të përmirësohej. Ai na shpjegoi se gjendja e mamasë do të varet nga dashuria dhe vëmendja jonë. Më pas na vizatoi 2 vizatime për të na njohur me sëmundjen e mamit. Ai na shpjegoi se skleroza e shumfishtë MS prek aksonet. Vizatimet e gjata të nervave që lidhin pjesë të ndryshme të sistemeve nervore, duke transmetuar informacione midis trurit dhe organeve të synuara. Në fund të prezantimit të tij mjeku shkroi: dashuri plus vëmendje është më e fortë se MS. Dashuri plus mirëkuptim I ndihmoi nënën të luftojë MS-ën. Ky mesazh do të mbetet në kujtesën time për gjithmonë. Nuk do ta harroj kurrë. Më në fund mami erdhi në shtëpi. Ajo ishte shumë e lodhur. Ajo më thiri në shtratin e saj. U zvarrita në mbulesë, e përqafova dhe rasha në gjumë. Më kishte marrë malli shumë. U gjova dhe ajo më përkëdhelte butësisht kokën. Ajo më tha se do të shërohej dhe se unë do ta ndihmoja shumë në shërimin e saj. Ajo priste ndihmën dhe mbështetjen time. Pastaj mu kujtua sërish doktori dhe mesazhet e tij. E dija saktësisht se çfarë priste nga unë. E ndihmova mamin të ngrihej. Shtova ndihmën ortopedike dhe e ndihmova me hapat e pasigurt. Nga dita në ditë mami u shërua grudali. Xhami nuk I ra më nga duar dhe nuk kishte imazhe të dyfishtë para syve. Me ankesa më të lehta ose më të rënda, nëna u shërua me sukses.
që kur doli në pension, tani ka kohë t'i kushtojë vetes dhe neve dhe sigurisht mësës së saj, për të cilën thotë se është qiramarrëse në trupin e saj, por që nuk do ta lojë kurrë të dominojë. Mami thotë se ne, familja e saj, jemi veçanërisht përgjegjës për shërimin e saj. Edhe pse e vështirë dhe e pasigurtë, mësë na ka sjellë përvoja të reja dhe mësime të reja. Me të mësuam se sa të fortë mund të jemi. Me mësë kemi matur karakterit e personazheve të tjera, të cilat na brohoritnin ose bënin sikur nuk na njihnin. Rec mbërritim me mësë dhe pas vaksinimit ndajë hapësirën e përbashkët në të cilën jetojmë me të. Mësë na tregoi se dashuria ishte kura për rikthimin e saj dhe kështu ne e mbushëm me dashuri. Ne nuk mund ta ndryshojmë botën, por mund të ndryshojmë ndërgjegjen. Mund të bëjmë gjithçka kur duam.